Selam aleikum, jam një nën shtatzan javën e 11 dhe e fali 5 vaktet, por kur s'mundem, e ka vazhdu pyetjen a ban ta fali vetëm sabahin edhe akshamin. Aleikum selam rahmatullah. Lutë Allah në zvetë që të truaj ty, fëmin tënd, të mundësoj me pas një shtatzani të lehtë, edhe një lindje pa probleme, pa komplikime, plus edhe ta fal fëmin me këmbë, me dorë edhe në rregull fizikisht edhe psikikisht. Allahumma amin. Se për këtë faljes e namazit për shtatzanët dhe për çdo person i cili ka probleme shëndetësore, themi falet ashtu siç ka, si të ketë mundësi. Por asesi nuk ban që ti me ilan 5 vaktet, e me i fal veç 2 vakte. Pra le sunetet, ama 5 vaktin mëse le. Nëse nuk mund më fal në këmbë, falësh ul. Nëse nuk mund ul, falu e mbështetur në krah. Qysh do që mundesh, po farzet mos i le. Edhe nëse nuk mund me ranë sejdë, mos vjerë në sejdë. Zavendësoje me një formë tjetër të rënjes në sejdë. E rëndësishme mos e le 5 vaktin. Amen. Allahu shpërbleft e të rujtë.